Qofte tradicionale, gatime tradicionale siç na I bënte gjyshja edhe përpiqemi edhe neve që t'i mbajmë këto tradita. Ua tregova tek video e parë se çfarë hodha tek qoftet edhe çfarë sekreti që të na dalin qofte të mira edhe të buta. Pastaj ja kuptohet që duhet ta punojmë brumin edhe ta bëjmë në këtë formën si vezë, si e them unë. Edhe unë bëra edhe disa që t'i pjek në furrë, zakonisht të qoftet I skuqim, po me që I dua një çik si më të shëndetshme unë, thash t'i vë si burgers në furrë. Edhe kuptohet do t'i shoqëroj me patate të skuqura. Në fillim do skuqim patatet në vaj, kuptohet se qoftet pastaj do na e bëjnë në pis vajin edhe që kështu nuk e përdorim dot për patate. Edhe pasi kam skuqur patatet, do hedh qoftet që të piqen, të skuqen domethënë. Do skuqen mirë nga të gjitha anët, do t'i heqim edhe do vëmë edhe të tjerat me radhë. Do t'i skuqim të gjitha qoftet, do t'i lëm që të ftohen një çikë, edhe ç'të hani o njerëz, dalin aq të mira, aq të shishme. Shikoni se sa të mira që kanë dalë. Po, tani që po shikoj videon, mos e pyesni. Shikoni. Këto janë qofte tradicionale siç na I bënte gjyshja, edhe tani kemi edhe në TikTok. Ciao, ciao.